Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirana Lilit. Jam këtu pranë jush për të komentuar dhe për të ndarë lajmet më të fundit. Dua në fakt ditën e sotme ta nis me një analizë. Një analizë që i përket një dysheje që është duke na dhënë spektakël të jashtëzakonshëm edhe jashta shtëpisë Big Brotherit. Do të flas ashtu siç kam folur gjithmonë për Mateon dhe Brikenën, do të flas edhe ditën e sotme. Në fakt kam shumë pyetje rreth këtij çifti, por njëkohësisht ka dhe shumë shqetësim pse Mateo ka kaq shumë urrejtje nga një pjesë. Nuk them pjesë e madhe, sepse pjesa e madhe e publikut Mateon e vlerëson, Mateon e don, Mateon e respekton, Mateon e mbështet në rrugtimet e tij televizive, por është një pjesë, janë disa fanbase që janë hapur, që janë pothuajse rreptësisht kundër Mateos dhe bëjnë të pamundurën që në një farë mënyre të nxjerrin Mateon sa më keq edhe të shpifin për të. Do të thënë të krijojnë lajme të cilat nuk janë. Tani, Mateo dhe Brikena çdo ditë po na tregojnë se janë shumë mirë me njëri tjetrin. Do të thënë të gjitha ato hamencime, të gjitha ato haludime që ishin për Mateo, që ishin për Brikenën, duke akuzuar Brikenën, duke akuzuar Mateon, sidomos Brikena akuzoheshte për kokforci, për koklartësi, për jo seriozitet në marrëdhënie, do të thënë ka pas akuza të ndryshme, siç duket kanë rënë krejtësisht në tokë me veprimet e fundit që Mateo dhe Brikena kanë bërë. Ju e dini shumë bukur, ato që mua më ndjekin gradualisht, e din që unë jam shumë skeptik rreth këtyre lajmeve që kanë të bëjnë për ndarje, këtyre lajmeve që kanë të bëjnë për krisje. Mateo dhe Brikena gjithë kohën kanë qenë bashkë. Gjatë gjithë kohës, është më se normale që ato të përdorin pak këto lëvizjet për famën e tyre, por në fund të ditës, do të thënë tregojnë se të gjitha gjërat janë në nivel dhe marrëdhënia e tyre është shumë e bukur. Brikena siç duket po e mbështet Mateon në të gjitha hapat e tij, në të gjitha nismat e tij dhe mua më pëlqen kjo. Pa marrë parasysh do të thënë se si do të vi Mateo në Top Arena, Brikena e mbështet dhe tregon që ka një dashuri të jashtëzakonshme për partnerin e saj dhe tregon që ka një dashuri të madhe për njeriu me të cilin ajo e ndan momentin, e ndan çastin, e ndan edhe jetën. Që nga intervista që Brikena kishte me Kesin, motrën e Mateos, gjërat kanë ndryshuar edhe në lëvizjet e tyre dhe në postimet nëpër Instagram, ndoshta tashmë Mateo dhe Brikena kanë marrë një vendim që mos të lënë publikun e tyre, fansat e tyre, që të jenë domethënë në pikpyetje për këtë marrëdhënie, por të jenë sa më afër tyre. Së fundmi, shoh nëpër disa rrjete sociale, po kam parë edhe te Casey, domethënë që ka patur akuza të ndryshme që Mateo është domethënë ka kënduar me inteligjencën artificiale, nuk është zëri i tij, etj. Tani, kur flasim për Mateon si këngëtar, Mateo si këngëtar është shumë lëvizje e bukur. Mateo nuk është këngëtar profesionist, nuk është se ka një karrierë të gjatë artistike e muzikore që Mateo ne bën të veçantë dhe i ka dhënë Mateos një dimension interesant. Mateo është thjesht një personazh i cili është duke bërë një rrugtim të bukur në Top Arena. Brenda Top Arenës pati fatin që të zbulon disa talente të tij që me patjetër që Mateo i ka ditë, sepse edhe në Big Brother Mateo mirë të guximin që të këndon bashkë me Lore, mirë të dëshirën për të bërë gjëra të bukura, por domethënë nuk ishte kaq madhore kjo qasja e Mateos me muzikën. Mua më duket shumë lëvizje e bukur. Lëvizja që ka bërë Mateo, më pëlqen në fakt vendimi që ka marrë,
të këndosh nuk ka gjë të keqe, të shprehësh talentin tënd nuk është gjë e keqe. Unë them që Mateo ka qenë më bukur se shumë artistë të tjerë që këndojnë ndër vite, ka qenë më intonuar, sepse edhe vetë merre me muzikë dhe di ta kuptoj gjuhën edhe botën e muzikës, ka qenë më muzikal, do me thënë gjë e cila shumica artistëve nuk e kanë, dhe unë mendoj që kësaj balade i ka dhënë aq frym sa që Mateo në të vërtet premton dhe mund të jetë një artist shumë i madh në të ardhmen, gjë që kjo tregon që publiku e ka pritur me shumë dashuri dhe me shumë dëshirë. Unë mendoj që derisa ne të ulemi dhe të shpifim për Mateon, derisa ne të ulemi dhe të gjejmë pikat më të këqija të Mateos, mendoj që duhet të mbështesim ambicien edhe guximin. Të marrësh përsipër të bësh një këngë duke mos qenë këngëtar dhe atë këngën ta promovosh në një format siç është Top Arena, ku ti e din shumë bukur që nesër mund të marrësh kritika nga këngëtarët, mua më duket shumë guxim dhe më duket shumë veprim i bukur. Unë mendoj që Mateo në sferën e muzikës, për të gjithë ato që mundohen të ulin vlerën e këtij çifti, për të gjithë ato që mundohen të ulin dinjitetin e këtij çifti, Mateo është dinjitos, Brikena me patjetër që do të thënë ka një kombinim shumë të bukur me Mateon. Në aspektin e muzikës, Mateo ka ardhur aq bukur sa që mua më ka dhënë një energji të paparë, do të thënë jam kënaqur me këngët, me pozitivitetin, me energjinë që Mateo solli, Mateo tregoi dhe na bëri të gjithëve që në fakt ta duartrokasim edhe ta duam këngën e Mateos, zërin e Mateos, dhe unë shpresoj që të vazhdon non stop që të jetë pjesë e artit muzikor, sepse ka potencial për këtë gjë, ka vesh muzikor dhe mund të jetë në skenë shumë i fuqishëm, dhe pse jo, një spektakël si Top Arena është një spektakël i veçantë ku ne mundemi të zbulojmë edhe talente që ndoshta në jetë më përpara nuk e kemi ditë, nuk e kemi imagjinuar që din të këndojnë kaq bukur, që janë të rreshtuar kaq bukur pas muzikës të artë që një artist shpreh shpirtërisht. Kënga ishte ndjerë, kënga ishte me një mesazh të fortë, unë mendoj që derisa ne ta ofendojmë Mateon edhe Brikenën, e bukura është që ne ta mbështesim, ta duam dhe t'i qëndrojmë pranë këtij çifti dhe në fund të ditës le të mos të jemi xhelos, por t'ia pranojmë sukseset, Arma më e bukur e një artistit është suksesi i pranuar. Dhe në këtë rast unë shoh që Mateon duhet ta duartrokasim dhe me patjetër që t'ia pranojmë këto suksese të cilat janë të mrekullueshme. Ne do të takohemi sërish së bashku, dua të marr mendimin tuaj, si mendoni ju për këtë çift, a keni dhe ju të njëjtin mendim me mua, a ndani dhe ju të njëjtën ide, dhe sa duhet ne ta mbështesim këtë çift, që ky çift të na vijë gjithmonë dinjitos, që ky çift na vijë gjithmonë i bukur dhe me shumë dashuri. Dua të marr mendimin tuaj rreth Mateos edhe Brikenës dhe lëvizjeve të tyre më të fundit artistike. Më shkruani në koment poshtë dhe vazhdoni gjithashtu më ndiqni edhe me subscribe.